Bashkojmë sërisht me Ariolën. Ariola Asana i ka detaje, të përshëndes. Përshëndetje Aida, Prokuroria e Vlorës, siç edhe ti e përmend, ka intensifikuar ndjeshëm veprimet hetimore në institucionet vendore, duke mos u mjaftuar vetëm me sekuestrimin e 10 dosjeve të drejtorisë të aseteve në Bashkinë e Vlorës. Burimet bëjnë me dije se hetimi është shtrirë tashmë edhe në zyrën e protokollit, ku 2 oficerë të OPG-s së bashku me një oficer të krimit ekonomik janë rikthyer sërish ditën e djeshme për kontrole të thelluara që kanë zgjatur që prej orës 16:30 deri në orën 23. Sipas informacioneve pranë organit të akuzës, fokusi i tyre ka qenë verifikimi i kontrollit të kartelave dhe dokumentacioni zyrtar që lidhet për hapësirën e plazheve dhe sipërfaqet e hapësirave publike të administruara nga Bashkia e Qytetit të Vlorës. Oficerët kanë shqyrtuar me detaje në fakt përputhshmërinë e datave, saktësinë e regjistrimeve dhe nëse dosjet rezultojnë të protokolluara me të njëjtin numër, duke ngritur dyshime për pararregulsi administrative dhe procedurale të dokumentave zyrtare. Burimet gjithashtu seksojnë se hetimi synon të zbardhë nëse ka pasur manipulime të regjistrimeve mbi vendosje dosjes për përfitime të palishme të hapësirave publike, veçanërisht në zonat bregdetare ku prej vitesh janë ngritur shqetësime në fakt për abuzimet për plazhet dhe pronat e administrimit publik. Por veprimet e prokurorisë të Vlorës në fakt nuk janë kufizuar vetëm në ambientet e bashkisë, paralelisht përmes një shkrese zyrtare organi akuzës i është drejtuar edhe drejtorisë të ujësjellësit të Vlorës, duke kërkuar për të vënë në dispozicion një listë të prezentave dhe dokumentacionit të punës për disa punonjës për periudhën e vitit 2022. Sipas burimeve hetimore, ekzistojnë dyshime të forta se një numër i caktuar punonjësish kanë përfituar paga në këtë institucion, ndërkohë në të njëjtën kohë kanë rezultuar që kanë qenë jashtë territorit të Shqipërisë. Këto dyshime kanë ngritur alarmin në fakt për pagesa të mundshme fiktive, shkelje të disiplinës të punës dhe dëme financiare ndaj institucionit publik. Aktualisht prokuroria po kryen verifikime të kryqëzuara mes dokumentacionit administrativ dhe të dhënave për lëvizje jashtë vendit për të përcaktuar nëse është bërë shkelje individuale apo një skem abuzimi. Pra, çfarë ka ndodhur? Çështja e plazheve ka qenë një problematike ka hershme. Aty pretendohet që nëpërmjet veprimeve apo edhe skemave të bashkisë nuk i është dhënë atyre që e meritojnë, që ka disa kritere, Ariola, që lidhet me biznesin që ti disponon në vijën në bregdetare, në kuadër të numrit të hotelerisë të dhomave, merret dhe vijën në bregdetare. I bie që dikush aty është ankuar për këto parregullsi dhe që kanë bërë që të nisin hetimet. A e dim nëse kush janë subjektet e përfshira ose kush janë pra përgjegjës në bashki për këtë çështje, se unë thash 2023, po kujdeset ti nga 2022 deri në 2025, kështu që ne e korrigjojmë. Në fakt, nga viti 2023 deri në 2025, ku kryetar bashkie i Qytetit të Vlorës ka qenë zoti Ermel Dreda, ankesat kanë ardhur nga qytetarë dhe por edhe nga struktura biznesit të ndryshme, kanë qenë të shumta në fakt, jo vetëm një numër i vogël ose një strukturë të caktuar të cilat janë ankuar lidhur me ndarjen e këtyre hapësirave publike për plazh, sipërfaqet e plazheve dhe hapësirave të cilat duhet shënjtën për të shfrytzuar nga bizneset në vijën e parë në zonën e Lungomares, por edhe në plazhet e tjera të qytetit të Vlorës. Po subjekte janë marrë në pyetje? Pra, kur flas subjekte, ata që mund të kenë përfituar dhe pse në protokoll mos kemi të bëjmë gjë me falsifikime apo në kuadër plotësimit të dokumentacionit? Në fakt, me gjithë këto veprime hetimore janë intensifikuar ndjeshëm dhe në këto momente ende nuk ka një njoftim zyrtar nga Prokuroria e Vlorës, nëse ndaj Bashkisë Vlorë në fakt apo institucioneve të tjera të cilat ata po hetojnë mund të jetë regjistruar formal, mund të jetë
regjistruar procedim penal ndaj tyre. Gjithashtu edhe burimet nuk përjashtojnë në fakt mundësinë që pas përfundimit të kësaj faze të verifikimeve administrative, hetimi të kalojë më pas në një fazë më të thelluar penale nëse konstatohen këto shkelje konkrete të ligjit. Kuptoj. Mirë, Ariola, ne do të shohim se si do të vijohet më tej dhe kush do të jenë pra detajet e tjera, sepse fakti që këtu kemi pra rikthimin edhe një herë të oficerëve të policisë gjyqësore në një harë kohor, pra brenda 2 ditëve në bashkinë e Vlorës, duket se këto do të jenë pra hetime të detajuara dhe që realisht mund të zgjidhin pra çështje të cilat kanë të bëjnë me menaxhimin e vijës bregdetare. Ato nuk janë të përhershme, këtu nuk flasim për tjetërsim, këtu flasim për marrje dokumentash, licencime të përkohshme nëpërmjet kontratave, apo jo? Po, pikërisht. Ndërkohë, kjo çështja e kadastrës, a është më shqetësim në Vlorë, vijon të jetë pjesë e debateve dhe diskutimeve, apo ai përket së shkuarës, dhe pse kanë kaluar vetëm pak ditë? Në fakt, mund të cilësojmë që i përket të shkuarës, pasi pati një tip nuk mund të pranoj, domethënë të ishe edhe një institucion i fundit që kishte ngel në qytetin e Vlorës, si nga ana e qytetarëve, por edhe nga persona të tjerë, si dhe vetë punojësit e kadastrës, por kjo tashmë është një çështje e haruar në qytetin e Vlorës. Janë bindur, le të themi, vendimit të marrë për të larguar edhe një institucion tjetër nga qyteti i Vlorës. Qartë. Mirë, Ariola, të falenderoj në pritje ndoshta të tjera detajeve se çfarë ndodh konkretisht, pra kush janë subjektet e përfshira, ato që kanë përfituar dhe ato që pretendojnë se i është bërë një lloj padrejtësie që kanë bërë që këtë çështje të shkojë në prokurori, e cila zbarkon më pas në bashkinë e Vlorës për të verifikuar dhe për të marrë të gjitha provat dhe për të vijuar më pas hetimet nga 2022 deri në 2025. Të përshëndes, Ariola.